Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje jemi që jemi kudo që jeni. Në vazhdim do ju sjellëm fshatin Dehiç, komuna e Klinës. Nuk po shkoj me pamje nga fshati, po I hym kështu tamam fshatit me pa dhe jo fillimin. Pra ky është fillimi I fshatit Dehiç, ky objekti ndërtim nuk e di për çka është në shfrytëzim apo se çka është. Hajde po shkojmë, po I takojmë banorët, po bisedojmë, në fakt të shohim se si janë njerëzit në këtë fshat dhe se ç'është po na presin. Në përgjithësi në Klinë po kalojmë shumë mirë, sa orë që po vijmë njerëzit janë shumë mik pritsa. Hajde ondi, kale para meje, jam të e pa një punëtori, që po I ndreçkan makinat. Hajde marrë po thrasëm qëta. A jetu e pa në e kanë që po leviz? Jo. Po I pengojmë pak, po nuk ka problem. Oj, zoti shpis! A do një mësafir? Përshëndetje! Po si jeni? A do një mësafir me kamirë? Dorentina, si jeni? Toma. Vjen mirë. Mirë jeni? Mirë jemi. Qish po kaloni? Mirë. Pas ke gjetë një vend në rrhije të pushu, a bashkan gjitemi? Po marë, Hajde, këtu po jemi shkoj. kushina, zoti shpis nuk jem këtu, po. A nuk jeni, hajtë se këtu, po, keni dojtë pak për qefa? Vetëm I rastit këtu jem edhe kushi jemi këtu. A një dhe se qenë keni koshëre dhe bon, me na pritë edhe ju. Po marë, se... Qish po kaloni? Mirë. Ku ishe ullë mos t'ja uze aty, se telefonin e paske? Si është fshati? Mirë. Banorët si janë? Mirë janë banorët, mirë. Qish po kalonin këtë fshat që po bëni? Mirë shumë. Mirë shumë. Po punohet ka pak. Në punë busie tash. Bashkë edhe po përgatitemi tash edhe pak kurrë, shirje, filloj. Kështu që busit janë po përgatit. Shumë mirë. Edhe na nëzi presim tash edhe mërgit në të ardhë fillojnë pak pushimet edhe do të na vizitojnë, kështu që Ka shumë mërgjimtar? ka bukur shumë. Më vërtet ka fshati jënë bukur shumë emigrojnë edhe jo vetëm fshati jënë, po të gjitha fshatat këtu edhe për rreth. Se kjo mërgjimi ka fillu bukur mëti, po në kohën e fundit trit, mjerimi maj ma se trit kanë shku bukur shumë janë hikë për këtu, s'ka perspektivë këtu. Nuk shihet politika pesha dhe vetë se është. Ndam populli, ndam politika, ndam edhe populli. Kështu që nuk është shpresën këtu edhe detyrohen me hik për një jetë më të mirë, më të sigurt. Kjo është mjerim. Kjo është mjerim për ne dhe për Kosovën si shtet I ri, edhe si me konë tonë këtu, me gjetë vetën këtu, me kriju familje këtu. Na shkojmë të gashim atje, fusia punëtorë na iki krejt. Kështu që mbet është problem për me gjetë edhe një punëtor me punu këtu. Që kjo është. Kosovën ju e sheni si vend I mundësive me dasht me jetu dhe me punu? Po Kosovën na kemi andru ndryshe, mas luftë kemi thonë se kemi mu dashtë, kemi me punu për vend tonin, po kja ndodhe kundërta. Kja ka ndodhe shumë Çka është në pyetje? Pse ka ndodhe kundërta? Qa mendon? Po se di, nuk e di këtu janë mas luftë shumë qeveria ndru. Unë i kam gjarët e 7 vjetë. Gjarët e 7 vjetë më shkun të thonë e shala bëhet mirë. Kështu që po më duket edhe gjarët e 7 dhe më shku. Jo, inshallah. Edhe kjo vend me met pa, nuk e di pse jemi kundra vendit tonë, pse
Në çifteli e duhem vendin tënë shumë, në folklor jemi patriota te pika fundit. Po në vepër jo përbes, së kërknuat jo. Jo së kërknujmë kongën nuk është. Sot patriot është ai si punon, ban biznes, punëson njerëz, që ai është patriot. Lufta o kry. S'kemi çka mo. S'kemi çka mu morë më luftën. Tash merremi me punën, duhet me zhvillu Kosovën, duhet me hecë Kosova, duhet të rritë në perspektivën, duhet me gjithë këtu, jo jashtë. Kështu që da jemi për edhe vetë, qarë s'ka lëvizje, s'ka, se një farë. Por që edhe një pjesë bukur e madhe ka kalu në qytet. Për me po gjendin sa jena këtu tash, me shku me vizitu shkollat. Numrin e Nxonca, shko Këshyre, shko vizitu. I kam vizitu në shumë shkolla. Dalojnë vit të shë, bonkat u zbraz. Shtu që, si shka të thush, pa koment. Çdo koment kjo. Në këtë fshat sa është përqindja e mërgates, a mund të me konë 50-50? Jo, ma tepër. Ma shumë mërgat? Ma shumë ki mërgat, unë e di kër që shme thonë, po në e më konë për para luftë po flasë, këtu e më konë, pra disa ka pas njerëz, që tash me hi nuk i gjonë 100 vetë më shatë, që ka i tjenë shku, ka i tjenë lëvizje, edhe këta që kanë këtu metë, tash bo mundësia më shku me i vizitu, na, djemë tu në atje, do shkujnë rinë të djali, do, ne, kështu janë lëvizje, kështu është ftoftë të qysh jetën këtu është, nuk shijet, për çdo 4 parë zgjedhjen në vit, ku keni marrë kështu, po ke më konë shteti më i fuqishëm në botë, nuk mundesh me përballu këta. Nëse ato parë më në ardhë, e me ndërtu në një spitale, në diçka, na shku mirë rasim. Edhe s'ki, përshes, në e ditë, nëse fillon a 5 zgjedhje, s'ka me dalë kërkush ma. Po se jemi lodh. Ja, nuk del bati hava dhe s'po ndryshot kursen. Vetëm zgjedhje, ai jaroni atje dhe me bon vetëm një partime në dominon në parlament, nuk kam kursen kuna tina, le dominon për një parti i nakon, para luftë, komunizëm është ai. Duhet me konë parlament, duhet me vendosë të thonë, unë në shpetemës më në vendosi kursen, edhe mesat duhet me vetë për një punë. Nëse mo për një popull, tërë. Një popull duhet me vetë këtë një njeri, kja është merë. Kthehemi tash tek pjesa e fshatit. Njihni me gjithë banorët e fshatit? Njihemi mirë. Bilim unë kështu si jem ma i votumi në fshat këtu, në këtë fshatin tem jem ma i votumi edhe jem bukur më të i profesoj kështu si fshat. Fshatin teme përfaqësojnë popull i mirë. Popull që e dënë punën, e dënë shtetin, e dënë jetën. Qa ju veçan juve nga fshatrët e tjera të kësaj komune? Na veçan se babë e babgjysh e 4 gjysh nuk mahet mend të përvrasje apo nga tres. Qa ja veçan fshatin deq. Nuk mahet mend një nga tres apo një vrasje apo një ndër një problem tjetër. Kemi edhe besimit musliman, kemi serb, nuk kemi, po... Keni edhe? Ja, serb nuk kemi. Serb, s'ka po keni edhe besimin tjetër? Kemi besimin islam. Kemi po shumë mirë kalojmë me ta. Nuk kemi problem, shkojmë pame, shkojmë festa, kemi jetën shumë mirë me ta. Nuk kemi asnjë problem. Pëlqen se në këtë pjesën kështu shquhni se jeni vëllezër. A morë parasysh besimet? Unë po tham, tash po flas për veten, unë bukur mot jem shok me një kujt baba vesë mulla xhevat kryzën. Bilim djeu takum këtu në Vorrez, ke mor pjesë në Vorrez këtu në qenë demoku ka vdekje në Vorrem e takova, po tham drejtën shokin më të mirën se e kam konslapush se nena, e kam edhe përveç se e konsideroj si shok, e konsideroj si huazi shqiptarëve.
Unë nuk e tham hoxhi si musliman, ai hoxhi gjithë se ai mëritën. Ai është mas pari në radhë pare ka. Feja është gati thuja si partia, në radhë pare ka kumbin, edhe ku ta kish kumbin atër edhe feja shkon në rregull. Nëse se respekton kumbin edhe figurat, personalitetet kombëtare që i kemi pas, të janë njësë prej Gjergj Kastriutit, në Streze, e shumë tjerë si janë, atër aty si kërkun, atër le fen, atër zi pse e të njëri. Nuk më harru ato. Në fillim të fshatit jemi, e pash këtë objektin, është ndërtu, është finalizu, po çka ka brenda objekti, për çka shërben? Objekti janë që 7 vite, mos janë saktë për çashtu, po ky ka pas ngecë si ky objekt nuk e di arsyen se ky është i financuar prej Ministrisë Arsimit atje, qeveria atje dhe Qa ka pas ngecje? Për çka ka pas me... po këtu është, më ta thonë drejtën, këtu kanë fitu të nderës shumë grupe kanë pa të punu, kanë punu një muj, 2 dhe... Qa ka pas me shërby? Shkolla, Jo, çka? Qirdhe. Të thot nuk është e hapur. Është kishë më konë një ndër qirdhet më mirë në rajon që tu, që të pjesën të unë, më konë se është funksionalizu, po pritet se është diçka ka fillu si vjetë, me punu, mu gjallëru, po te i stash konë shumë problem. Ka gjasa në shtator me u hap? Si duket të punu në qatë drejtim është. Është të punu në qatë drejtim për mu hap qirdhe, dhe kështë më konë në regull këtu. Ja ka jap një ngjyrë fshatit, shumë e bukur. E mirë është, këtu pak e rrezikon edhe lumi, jo konë të i thash, po kryetari bukur shumë ka punu në drejtim, kryetari i komunës Klinës, kemi bo ndërhyrje shpesh në ndrinjë dhe kemi bo bankinat bukur në alta për me kështu këta dhe na po Në qenë të mbrojtëm, po. Po na po vërshome këtu, kur po kena përstashme, po na ban dome shumë, po na ban dome shumë drinjë, po na rrezikon, po pa drinjë s'ban, prapë se prapë ja falim ujtë, se për ujë kemi nevojë, po nuk kemi nevojë me pas ujtë të ndotur. Ujtë është shumë i ndotur të në Klinë, nuk e si ta ban një zgjidhje. Ka një projekt kryetari për me bon një zgjidhje për ujnat e zeza me... Keni problemi ju brenda fshatit me kanalizim? Jo, kemi problemet të janë zgjedh për kanalizim, po kanalizimet e sa përfundojnë në lumë, nuk është zgjidhje kjo. Duhet këtë këtu impjantet gropa septike këtu me grëmbulluar me që një impjant të konë ma poshtë, që është të planifikon, është një plan që ka kryetari ka punu, edhe me ndënë që ashtu tash në vit, është një plan si duhet mu realizu mëna 2-3 vjetë, po tash sa ta shohem, edhe me të bu këtë ujnat të gjitha rejone dhe me përfundu në lumë. Dikon ati poshtë, një impjant që të përpunën, impjant modern, me siguri dhe më konë, me kapacitet për me përbalu këtu, se të gjitha, tash, me të thonë drejten, këtu kjo lumë e ka pas peshkun matë mirin, jo në Kosovë, po në region, në këtë këtu, edhe mishi maj mirë po konë peshkë i drinit, po tash së në hash peshkën i drinit, këtu. Në zonë këtu peshkën e dëni nuk mundër se është ushqet me ujtë ndotur, me ka senet që po gjujmë, dhe na pak, na mungon pak edhe kujdesi pak nuk hudhim betërinë, pak vëmendja është pak ma adept, nëse nuk e rujmë natyrën, pak jemi pak... Ca gjera ashtë të onash, si kur gjë. E kemi një interesant, edhe të hujtë në kanë dresu, mrena borët e mbajmë shumë mirë, kështu që ku dalim jashtë të borët, na nuk e lukarisim të tërën. Na nëse lukarisim të tërën, çdo plomë të Kosovës, nuk e dojmë atërve, nuk e dojmë fëmin të tërën, se pa ujë nuk ka jetë, se atje mahat pasër shtëpia jemë. Që kjo është problemi, se na pak duhet me orë pak në vete, me di si
duhet natyrën me mbrojt, duhet lumet me mbrojt, jo me degradu. Me i shfrytzu për të mirë, resursat që i kemi. Edhe si të mbrojt natyra dhe lumet, edhe shëndeti është i mbrojtën. Moj e men, se edhe që kja është. Kisha edhe një pyetje, emri fshatit Dejiq nga Rrjedhë, si e ka marrë emrin? Se tini me më tregu, ka fillu me vetu, na nërpen këtë. Ja, heq më sot ose largë është e time. Po. Largë është e time, po... Edhe që kur ekziston ky fshat para sa vite? Kemi insistu ma si ufte me ngrun këtë emën, me gjitë dej, se si mbas kujdhona ma herët, fshati Dejiq, emrimi fshatrave është bon nga serbët edhe ata... Për ata dhe ju pyta sa është të tinglënte? Dejiq nuk tinglën mirë, po çka me bon. Edhe si ka mbet? Shumë fshatra në Kosovë nuk i kanë emrat e vetë. E tash... Tani qësh mbet puna? Nuk kemi bon në kërkesën edhe kemi qupë, nuk në kanë pranua, atëra konë në mniku në administratë komunale dhe nuk në ka pranua të emën edhe sot da dita me Dejiq, me dokumente Dejiq, edhe që me thonë. Edhe fshatit që kur ekziston, para sa viteve nëse veç e dini? Përbes. Ju i lindëm i rritëm jeni këtu? Unë po i lindëm i rritëm. Përmbi 100 po besoj i ka, ndoshta edhe gjëshërit. Ky tash partë mi tregojnë për që të fshasi sën bukurmotit po gjyshë, ka ta gjyshë, po unë me bon pyetje në shumica bon një farë pyetje pikohet jeni të ardhëm. Unë gjithmonë e tham në si në të ardhëm, e në vendas këto. Si a bon atë pyetje? Jo, mu më kanë bon një pyetje eks gazetarët, pikohet e keni të ardhëm, pikohet e keni ju të ardhëm këtu. Unë jam këtu, dem baba dem. Dikush e shprej ata atër Kosovë ku në konë. A e din se shpeshere gazetarët i parashtrojnë pyetjet për publikun. Se shembull, unë nuk ju një është i raport që u takum edhe nuk e dija jeni mësafira, keni orë të ashirim fshat, apo edhe është pyetje për neve mi ja u parashtru, ma ndej përgjigje na jep një. Ata bëj edhe një pyetje, jeni të ardhë. është dem baba dem. Po. Dem baba dem, këtu jemi. Dikush të jemi prej Shqipnije, dikush të jemi prej atje, tani, kështu që aja na shkakton shumë probleme. Na nëse thëmë jemi të ardhëm të thonë prej Shqipnije, atër Kosovë ku në ka thonë. Atër shto që e pyti, shka, unë kam utu para luftë shumë në për Serbije, në për Jugoslavia. Edhe kam zatet edhe em në atje, bilim ka kastrat në Serbi. Aty jenë do shenja si kanë jetu shqiptarë. Edhe ta e kanë dukatunë se se kënë ruen, atë kastrat, emën shqiptar është. Edhe soda së ditë është emri kastrat. Edhe ka shumë emra se në regionin në Nishit edhe kënina për Kupli, kënina ka shumë emra se janë me emën shqiptar. Por që mu po më rastis shpesh herë në fshatra, për shembull thot kam ardhur nga i fshat e në niks fshatin. Jo shumë larg. Tash njerëzit po bojnë lëvizje. I ka parë, ti pëlqen një pjesë e tokës, e ndërton shtëpinë. Edhe i pëlqen me jetu me një fshat tjetër. Ani pse është i fshatit tjetër? Po, sish në po, aje nuk në bandam një. Ne ju falenderojmë shumë për kohën, ishte shumë kënaqësi. Po ikum, edhe kohën e kemi. Edhe unë ju uroj punë suksesshme, edhe që jam i thonë juve, mos nali his. Ja, me unol zbën kur heq. Vetëm t'jeni korrekt. Po mundohemi. Mos e shfrytëzoni kamerën. Kamerën për asnjë kërkesë, shumë me shfrytëzojnë kërkesë. Unë ku do që të jem kam qenë me dhënë një kontribut mirë në vendin tim. Edhe për njerëzit e mi. Edhe për gjithë. Ishte shumë kënaqësi. Ju përshëndesëm. Mirë pofshim, çdo të mirë. Faleminderit. Mirë pofshim. Hajde miqtë mi, po e vazhdojmë pjesën e fshatit. Ishte ky kryetari i fshatit që na i dha shumë informacione. Mirë pofshim për fshatin. Ne po vazhdojmë kështu kohën e kemi, vetë sa nuk ja kalëshu shiu, po vetën shumë. Ne po e komentojmë fshatin të shumë, në çfarë gjendje është, cilat janë problematikat që ballafaqohen banorët në këtë fshat.
të mirat gjithmonë mundohemi me i pasqyru. Po më pëlqen pjesa e trotuarit, në anën tjetër edhe infrastruktura nuk duket keq, mirë është, ka vende kështu, po shumë pak i kanë, të shohëm deri në fund të fshatit se si është. Nuk po më pëlqen mirëmbajtja e trotuarit, pra jeni tu e po, apo më sheni, bari, deri te gujt. Masi veç e kanë trotuarin kaq të mirë, pak me mirëmbajt, me siguri nuk ka mirëmbajtës fshati dhe është kështu se si po e shohëm. Për ndryshe fshati e ka pozitën gjeografike shumë të përshtatshme, është i rrafsht, po më pëlqen shumë. Përveç të tjera është i përbërë nga kodrat dhe malet, një fshat malor, një fshat i lezetshëm po duket. Në fakt kemi mendu se fshati është jo i madh, por ja që goxha i shpërndon po duket kështu me sipërfaqe. Nga ana ande jemi të po bashkë. Pra në këtë fshat punimi i tokave vazhdon të bëhet. Nuk e kanë braktis, nuk e kanë lënë anash bujqësinë. Braktis nuk është fjallë e dur, doja me thonë nuk e kanë lënë anash bujqësinë, pra vazhdojnë të mirën me punimin e tokave. Jam të e po autolini. Edhe një tjetër garazh, që mirret me goma e autolarje, pasën kështë përzime. Nga këto ku ndodhemi, është një pjesë shumë e bukur e fshatit, përveç kësaj ajo çka po m'len përshtypje është se gjitha tokat janë të punuara. Dhe po ma jepat mendimin që fshati nuk është i braktisëm. Tash do i keni pamjet, mundohu andi fokus në të dy anët, me i po gjithandej është i mbjellur gruri, jo lumë, pra toka djerrin nuk paskan këtë fshat. Njerëzit, punëtora, gjithsesi në komunën e Klinës, janë shumë punëtor, përveç kësaj shefes se sa shtëpitë e bukura në Shëms. Se kesh të thonë edhe diçka, të mundu shumë çka me fol për një herë, e tani po i lon gjysmë. Jam të e po një banor, duhet me nxitu me thirroj Zoti i shtëpis. Inshallah, po gjejmë mikpritje si në çdo familje. Oj, Zoti i shtëpis! A doni mysafir? Jemi me kamir. Jam të ja po qërshijat. Ani pritëm pak që aty se po i hadë qërshia. Nej të koke, po i marrë dë qërshia, tani flosëm. Pëtëm një 5 minuta. Hajde po ikëm. Sa bukur. Tani kom një pytë kush kujdeset. Po si jeni? Shtëpia e modhe, a jeni mirë? Mirë, si jeni, a mujt? Që ka dole? Si ka lot? Shumë mirë. Mirë Deri se tash mirë, mirë si ju gjetëm. Por nëni, Faleminderit. Ka me ullën, a me ullë këtë, shkaku i kamerës, ose hajtë shtëpë. Dhe të më kopë ma pa kamerës, se veç edhe në shegin gjëmë. ashta. Edhe në zetit shumë, po shëqër gjetëm hije, në fund. Mirë jeni? Mirë shnëshim Familja? fanderit. Mirë krejt, Qysh po kaloni? mirë. Si është fshati? Fshati bukur është, nuk është fort i madh fshati, po është fshati i vogël, po i bukur. A ka qenë gjithmonë fshati i vogël, apo në pas lufte ka mbetë kështu? Ja, qështu akon gjithë. Fshati i bukur i mirë, nuk ka banor shumë mëlloj, po mesatar bukur. E që kur ekziston ky fshat, para sa viteve për afërsisht? Nuk moj me ditë para së Do të thoj ju jeni lindëm edhe i Po rritë. lind, babë gjoshi kam lindëm. Qenë ka shumë vjeqar, për mbi një qenik. Po, Si po bëhet jeta në këtë fshat, me çfarë veprimtarie po mirreni? une punoj si mjeshtër, ndërtëm të ri punoj, mirë, kalojmë bukur, fshati mirë i urt, probleme s'ka.
Jam punëmarrës, nuk kam punëtor shumë, 2 punëtor deri në 3, kalojmë bukur. I kam 2 djem edhe i vajzë. Djemët i kam në Gjermani, vajzën e kam në Amerikë. Unë nga veç me bashkëshortën teme. Kalojmë bukur. Kaloni bukur çdo herë? Tanë Se herët jam. kur të mbesin 2 veç atëherë, më shumë. Tanë herët kaloj bukur, jam i qetë. Shumë mirë. E tha që jeni punëmarrës, shef. Ja, nuk jam S'po do me shef. thosh shef, a? Ja, nuk jam Edhe shef. në kështu e di. Punëmarrës do të me thonë. Po, punëmarrës, po. Pak. Po në jo që shumë, Sa punëtori keni? 2 punëtor. Pasit pak, po nëse Nuk jem ka- produktiv, Po, s'ki nevoj nuk ma nala- shumë. Nuk nala ma tepër, kaloj bukur, kam punë për 20 ditë, po pushimit i bajt bukra, moshitit kam qef, Ki qef, a? po kam Jo, qef. në s'kom qef. Për ata Ani nuk kom qef. Po kur s'ka qef me u por ata nuk e di. Më zut nga fili edhe diçka më morë, diçka në shtëpi, po, Ko ka konë kësmet ose taksirat për juve? ja, në taksirat nuk ka konë kismetin, s'mund me nalë kërkush. Mu bo qefi pra që ju gjeta, se fshati është thot, nuk është e po takojmë, do shta jemi... është ma shumë kim për jashtë, gërbiqar, se kim vendore. Barabar, gjysën aton, gjysën këton. Që kur është bo kjo emigrimi ma i madh? S'di shka me thonë. Pas luftës, a? Mas lufte edhe para lufte ka pas, po edhe mas lufte. Cila ka qenë arsyeja pse është braktis fshati? Që fshati është i bukur, i lezetshëm, i vogël. Por punë është ta, për ma shumë. Për punë, së këtu punë nuk ka pas një tokshë për të gjithë. Ka pas zinë edhe me shkollë, një detyru me në shovenin, për shkollë për jashtë. Falë do të mi vendosë Ani sot, vendos. se e kam problem tjilë. Brenda fshatit, qka ka? Gjitha i ka fshatë. Ka diçka që i mungon fshatit? S'ma mërmenja, kanalizimin, rrymin e rekim, kanalizimin e kim. Rrugët ka nevoj, ka e rrugë me për me sukrit, ka në i prishin, në i sen, për një herë për i herë. E kem që tu një kanal, komunja në ka premtu se dojnë dhe ta bajnë, për vërshimet kërë të bahën, qohët pak, po kur nuk ka vërshime, në kanë premtu se dhe ta bajnë. Majën dhe se dhe ta bajnë edhe ata. E keni shkollën? Shkollën e kem në zajmë. Nuk është brenda Ja, fshatit? nuk është. I Fshat kem tjetër. po një fshat tjetër, 2 fshatet e kanë njëtën shkollë. Numrin zoncave? Nuk e di. Nuk e dini, por që, po besoj është dëbët, a, me që edhe është braktis fshati. Nuk mujmë me ditë. Ka kaj sene ka ma shumë, ka kaj sene ma pak. Por i njësa kam bytë. Reni fshat. pak ka shumë. Shumë pak. Reni ka shumë pak, edhe më shumë ka ma... Nuk ka dhe që shumë më shumë, po ma shumë ka të më shumë, për shanë qyti jem si kam për shanë... Po menej, mosha e mesme. Po, e mesme, po. Unë me konë kështë nuk ka më thonë të riqe qëfar. Kishën në nëres fshati jonë, e këna ndërtu, e ka ndërtu, dhe më thonë, kishën e ka ndërtu, dhe më thonë, klins, a për ndërtimin vrasht e ka bo që tërkush, për me lyje, me bo më remetimin, e këna bo fshati jonë. Po, me forcat tonë, Bashkëbanurt. po bashkëvan. A ka kontribu dhe mërgota, apo vetëm një të fshatit? Dhe më thonë, mërgata edhe na fësia pëndore. Shumë. Njihni me gjithë banurët e fshatit, raportet si janë? Po, mira fortë. Shambull festat që i kanë katolikët edhe muslimant, shkoni të njëni tjetri i festoni bashkë? Festojnë, po. Për para ma shumë, tash ma pak. Por që e respektoni fenë e njëni tjetrit besimin. Nuk ka kur farë problemi, kalujmë shumë bukur. Nuk i këshyrim ato. Martesat a i bëni? Me dasht, a fjallë. Ka dhe martesat se i bojnë, po. Po i kanë bëllë martesat. Ka pri atyre familjeve që i një martu musliman edhe katolik? Po, ka fshat të. Nuk ka problemi. Shumë. Kjo ka rëndësi. Për sot nuk ka problemi s'kur për para, po është shumë bukur. Une e pash punimin e tokave gjithandej. Të thotë tokat punohen në këtë fshat, mirë me bujqësia. Tokat po punohen, me bëjsi punohen, po tokat i dhajnë shumica me qera, i dhajnë dikuj, se nuk ka ma për para, se në pas bakti për para, tash nuk ka. Moj, po më punojnë të gjithë. A ka për shembull ndonjë fermer brenda fshatit këtë? S'ka, S'ka. ja, fermer, s'ka. Do të krejt këto punimet e tokave janë nga dikush tjetër që i kanë marrë me qera, jo nga vetë banorët e fshatit. Ja, Ka
Po, dhe për aty ne po jo shumë. Fshatit ma shumë janë, si i dhajmë na, për shembull unë ja kam marrë një këshije, e punën, edhe të gjithë ka pak kështu, janë me tjetër. Çka kishit të ndryshu në fshat? Kështë me dëshirë. Çka i duhet fshatit me pas shtesë? Ta këshim pas Renin s'ku përpara. Sa bukur e ke thonë. Renin përpara kur delshim më luj përpara futboll, u bëshim ka 5 ekipe më luj futboll, dikush lujke, po dikush nuk lujke, po ka pas nësi. Edhe me këthuj kohën e mështë për kërë lajshëm të drini. S'kthehen vallano. Për që ato, për tjerat, tanët e kemë më të mira, e kemë gjitha, po nësi nuk e kemë, si përpara. A na humbi knatësia pse u lshu vendi, apo diçka tjetër? Sa mendon? Nuk muj me dhonë përgjigje për ata, se nuk po muj se do më thonë lakmia popullit për shembull përpara ka punu një, kena hangër 10. Tash dojnë që të cilëmi pas lekte e vetë, se dojnë. Që to janë mas shumë tim. Edhe po dojnë gjithë të cilëmi pas paret e veta, jetën e vetë, edhe është e drejtë. Shënë një të arsyeshme se cili ku jetën e vetë? Me di çka është parja. Ma mirë është, po. Ma mirë që gjithë cili po në nësarë zjetë, e ditë nësarë zjetë, edhe sa fitore e ditë për vetë. Ja dim vlirën. Po, vlerën e saj. Ndrum ishte shumë knatësi. Faleminderit. Faleminderit për juve që na pret në borrin e jo. Faleminderit. Shumë respekt. Faleminderit. Edhe ju kaloshi bukur. E faleminderit. Je mirë se ardhe. Faleminderit shumë knatësi. Miqtë e mi, ne po e vazhdojmë pjesën e fshatit derisa të përshëndetem me banurin na pritni brenda fshatit. Falenderoj banurin i cili na dha ca informacione për fshatin. Ne po vazhdojmë kështu rrugëve të fshatit, po e komentojmë bashkarisht. Jem të e po një bubi, pas ka shumë buba në këtë fshat. Shtepit janë shumë afër njëra me tjetrën. Janë shtepit e mira, shtepit të reja, gjithat ndërtume mas lufte. Po dihet se na kanë kollë krejt, shkro me hi, zero. Na kanë lënë edhe këto shtëpi tjera të bukura. Po më pëlqen pastërtia e fshatit. Të paktën këto pjesë për sa më ra me xhirime është pastër deri me tani. She e bubi vogël, hini në barrëm lenë. Hajde këtë tëne. Hajde. Edhe një pjesë tjetër e bukur e fshatit nga këtu ku jemi, kohën e kemi, vetë sa nuk ka shi, kret e ka, Që të më dollë? Kodën! Kodën! E ka erësu, po shpresojmë që nuk ka me na penalizu, e kemi marrë gjithë këtë rukëtim nga Prishtina në Klinë, vetë sa kulonë ati kom hongër sot, edhe mos me arrit me përfundu emisionin. Jo, inshallah. Tani, kur t'ju thëmë mirë mbetë që, let jallë shënë që i në fladit. O bubi! Po i këmëre. Po, hajde me qenë të më dhej. Pjesa këtu uj ka posa? Po duket. Po, por që është thotë. Nuk e di se kur ka reshe shiu, me siguri edhe mbushet këtu me uj, por që tash është thot. Sa bukur më pëlqen këtu gardha, si thani? Gardhi bukur, me lule. Edhe kjo familja këtë lula që i ka mbil, jashtë dyrëve të burrit, veç jepja një shikim. Hajt një fokus me ka mirë sa bukur, o burret pastër, tregullume. Jo lumt. Po vazhdojmë. Qëtash e kemi shumë nëzet. Edhe një tjetër o bërë athrasëm ose ertë, po duket anej. Anej veç ka fillu me rashi. Patëm fatin me i taku dy banor të këti fshati që na kanë tregu shumë qka për fshatin. Ne po mundohemi me marrë ta shpomje ma shumë, me që ju keni dëshirë për familje, nuk e keni idin se sa jemi knoqë mrena atë. Ani pse nuk zhvilluam intervist, mbeten kujtimet e mija, por llogarit sikur të kish fol. Po qa kish dita i me fol, na ka knoqë muhabet.
E rëndësishme me na prit në shtepe, na i hop dyrët e uborrit, edhe me na prit ngrohtësinë familjare, kjo ka shumë rëndësi, edhe nëse nuk zhvillojmë intervista. Ne po vazhdojmë pjesën e fshatit, ondi këtu tha kujdes se ka qenë, kështu që këtë pjesën këtu po më duket në fakt edhe është fundi i rrugicës. Ja prishi videon. Oj, e thot mi kështë jo t'i quni. Vale. Ja, pa me rak. Atë kaljoj. Kalja, rruga mbor. Kalën e mi. Gjithashtu. Sa lezet që me pas kam bjell vetëm një pjesë shumë të vogël të misrit. Ju pas, a e mbosh të olbat? Ja, halo. Orra, edhe orrat mi kona fort lakta kështë. Rihajshëm të dojt, na u bëjshin durt me orra, tani me hinë shtator në shkolle prej bunorit, kuj sa ka të ishëm. Veç, qa jo kon lezet. Ta është, qka ka dush, bë, ne isëm po knoshna, po kështëm përgjithësi po flasë, nuk është se ka diçka lezet s'na u duket kur gjoj interesant. Rruga Mark Dedaj. U rikthye qëtemin e pjesën tjetër të fshatit, ku pranë kam objektin e kishës, pra një objekt shumë i bukur, përveç kësaj edhe oborrin e ka shumë të lezetshëm. Në ndërtimin e kishës kanë kontribu përveç banorëve, po ashtu edhe mërgata. Për ndryshe, pra në këtë fshat janë dy besime të ndryshme, musliman dhe katolik, por që janë shumë të bashkuar dhe njëri tjetrin e quajnë vëllëzër. Ju lumë vetëm kështu të bashkum, ne ja dalëm, ndryshe nuk bën. Me një lule nuk qelë pranvera, gjithmonë të bashkum. Në fakt, dyrt po më pëlqejnë shumë, janë 3 figurat e njohura, Nën Tereza, Jezu Krishti edhe Gjergj Kastriot Skenderbeu. Sa bukur e pas kam bo. Nën Tereza, Gonxhe Bojaxhiu për ndryshe, por ne njohëm Nën Tereza, unë edhe kështu e vogël, Nën Tereza e kam ditë. Një pjesë shumë e bukur e fshatit, jeni të i pa edhe shtepit, po besoj jeni të i pa se është shumë djel, e kemi shumë probleme gjirime, o që kem të po. Një traktor, kam pa traktor në tokë, veç traktor për hava, kur njët s'pas na po. E kam rimu sa bukur a ju për shtatë kështë. Ndështë kanë punu shumë e këtë traktor, ja kam po hojrin, edhe dojnë me mbojt kështë kujtim. Gjithësi, po ja jep një ngjyrë fshatit, është shumë interesante dhe lezet shumë po duket. A i shkripëm ca foto këtë? Pa ja, jem lodhë, si jam për foto. A me dëshirë po, të jem bojtë, kështë hajtë ondi? Ma largë? Qështë a jem mirë? Hajde mos e mu pi dora. E o dollat plast, a o gati, a o kry? Mërë t'jap të me qitë kritë fshatin të jem bojtë në dora vetëm traktorin. Klik, klik. Klik, klik, tak. Faleminderit. Hajdemi këtu me bo foto të traktori. Interesante. Është një pjesë shumë e bukur e fshatit, jemi në Viset Malore, është interesant pozita gjeografike e këtij fshati. Deri me tash kemi pa vetëm shtëpi, por një pjesë tjetër është vetëm male, nuk është ndërtime, infrastrukturë, kur gjë tjetër bari sa dush. Këtë pjesën i kanë orat, fushat, por në këtë fshat bujqësia pra nuk është lënë mas dore. Vazhdojnë t'i punojnë tokat. Ju lumt.
Interesante në këtë fshat, se cilën herë po shkon të m'pëlqy ma shumë. Tash jemi në një lagje tjetër, në një pjesë krejtësisht ndryshe të fshatit. Shefeni, sa shtëpit e bukura, e në anën tjetër toka e punume me misër. Por sa janë familjet brenda këtyne shtëpive, ne nuk e dim, të i marë parasysh nga ajo se çka na tregun banorët për gjatë intervistave, fshati është braktisë më të madhe, ma shumë kemi mërgat se banor brenda fshatit. E shfrytëzoj rastin me i përshëndet gjithë mërgjimtarët e fshatit Deq këtu në komunën e Klinës. Në anën tjetër kemi grur, që kam pëlqen ata gruri kështu me zi. A është bathu kokra, fruti? Jo, më i dorën tim. Nuk është shkru, nuk është shkru me hangër grur. E presëm edhe pak në korregosh kjo veç bat korja. I kam për cilë verës, bëllë shumë të korë. Në për komboja, në për... Ka si shte shahun të dhe one. Po më pëlqenë shumë si dhe mos kështë e pija e kjo, sa e gjatë kështë oda, po thua, oda e familjes, ndoshta po. Por fshati është i qetë. Në fakt gjitha fshatrat po janë kështu të qetë, por ne po e ndezëm atmosferën kështu gradualisht, nuk e di as si po arrimi, por po e kem fatin me taku njerëz të mirë në çdo cep të Kosovës. Ajo pjesa krejt atje, a thua është me fshatin Klina, Okej. E kemi edhe shenjën e komunikacionit stop, në anën tjetër tabela 50, vozit brema ka dole. Nga kjo pamje e bukur e fshatit Deq, unë ju falenderoj që ishit edhe sot me neve. Ne takohemi në fshatin e radhës deri atëhere, mirë mbetëshi!